Përshëndetje miqt e Telegrafit. Unë jam Meridiana Statovci dhe sot kemi ardhur në qytetin e Prizrenit. Në Prizren kemi ardhur për të takuar një njerëz shumë të veçantë. Bëhet fjalë për Gjimshit Galushin, të vetmin gjykatës rom në Kosovë. E ai, ekipi të Telegrafit, për herë të parë i hapi dyert e gjykatës prej edhe ku punon. E unë ju ftoj që së bashku me ne në VM ta ndëgjojmë rrëfimin për rrugtimin e tij drejt këtij profesioni. Unë jam gjyqtar i vetmi në Kosovë, nga komuniteti romëve. Jam lindur me 1959 në qytetin e bukur Prizrenit, në mahallën e romëve, shumë të njohur si Terzi Mahalla. Vëzhgimi jam, si dhe ajo shkollimi i fillorës dhe shkolla e mesme, ishte në Prizren, fakultetin juridik kam kryer në Prishtinë. Vi nga një familja e shkollume, arsimume. Jam lidhjet e para, punësimit tim, mas kryerjes së fakultetit, ishte në pranë fabrikës të njohur në Prizren, Perlong, një industri ishte fijeve sintetike, ku kam punuar si referent për çështje juridike. Pastaj kam kaluar në gjykatë e komunalit Prizrenit atëherë, mas parti si praktikant e masonaj edhe si bashkëpunëtor profesional, i vetmi si komunitetit rom. Mas luftës në Kosovë, së pari nga ana e përfaqësuesit special, sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, atëherë Bernat Kushnerit, jam emëruar edhe si gjyqtar me seli në Dragash, ku kam punuar në referatin jashtëkonstitimore. Shumë pak kom najt aty, sepse për shkak transportit edhe pengesave tjera kom marrë në Prizren, ku kam punuar edhe në referatin e penale, pastaj edhe në referatin e kundërvajtjes. Nga 2000 deri 2012 kam qenë gjyqtari i rregullt, ku pastaj e kena pas një ndërprerje për shkak se kinjse mos kalimit e provimit etikës, ku për një ditë gjyqtarët e prokurorët ishin larguar nga sistemi gjyqësor në numër në afërsi 210 apo 215 o gjyqtar o prokuror. Të gjithë ta që janë larguar, shumica për këtyre pastaj edhe janë inkuadruar prap. Në vitin 2006 isha si komuniteti i vetmi rom gjyqtar, edhe në organi i këshillëdhënësit pranë këshillit gjyqësor, lidhur me punësimin e kandidatëve minoriteteve. Me 2015 deri me vitin 2020 isha edhe përzgjedhur nga Parlamenti i Kosovës si antar i këshillit gjyqësor. Çfarë vjet punoni si gjyqtar? Unë e punoj si gjyqtar 22 vjetë, dhe me thënë mas luftës. Ato së për llogarisim para luftës që kam punu si praktikant edhe bashkëpunëtor profesional. Po du me theksu edhe diçka. Rrugtimi jam deri gjyqtar ishte një dëshira e jame, ëndra e jame e cila e kam realizuar edhe si foshnje, si i ri. Mirë po fal prindve të mi, nga të cilat kam pas një përkrajet male, unë e kom arrit qëto, shka kom arrit edhe shka e mësot. Unë e jom i gëzushëm që kom mujt edhe me profesorin tam, me eduku thmit e mi, së bashku me bashkërtën time Samilën, cila vjen nga Peja, me të cilën edhe kam 2 djem e një vajzë. Të tretë thmit mi janë me arsimum të lartë, me diplomat e fakultetit.
edhe jam shumë krenar, çdo herë ka pas diskriminime qoftë me shqiptar, qoftë me komunitete. Ashtu që edhe unë mund të them se në vozhlimin tim ka pas në përshkolla të diskriminime të vogla, por diskriminimi më i madh e kam dëgju, e kam di vetëm si diskriminuar kur kam kalu provimin e jurisprudencës në Beograd. Atëherë kam di vetëm shumë i diskriminuar për shkak të një kohës kur e kam dhënë atë jurisprudencën. Kam dhënë jurisprudencën në kohën e luftës, para se më nis lufta. Ashtu që aty tamam e kam di vetëm si diskriminuar. Unë jam vetëm i gjyqtar për komunitetin Kavi, domethënë për Rom. Unë jam gjyqtar i Kosovës, i Republikës Kosovës. Po mirë, po çka po du me thonë? Kur vjen ndonjë gjyqtar, ndonjë klient, ndonjë person që gjykoj unë si komunitet i të Rom, me Rom, kur ballafaqona, atëherë ata klientët apo ata personat e ndin vetëm shumë mirë, se unë e flasi 4 gjuhë. Unë e flasi përveç që i flasi gjukën amtare tamin, romishtën, flasi edhe gjukën shqipe, edhe gjukën serbokroate, edhe gjukën turke. Mirë me ata, me kandidatë e mi, dhe me thëmë me përkatësit romëve, unë e foli edhe gjukën rome, ku ata e njën vetën ma sigurt edhe ma shlirë. Një diçka që kështë mujtë me nërcek, është që nështë në një farforme e keni mangot që keni qef me realizu, po se keni realizu, ose dëshirat e juaja. S'kam dashtë me folë për këte, po do të ceki, se unë e kom pas edhe pengesa në avancimin tam. Më shkisha pas ata pengesat, unë e qashtë i shakon, po supozojmë edhe gjyqtari i Supremës Kosovës, se jam vetë një gjyqtar prej minoritetve në Kosovë. Mirë po atë pengesave, sikur që i thash, s'mish me folë bo apo mjaft, as pikën s'mish me qitë. Brenga jame është që s'kom pas meje, kër e përfundoj mandatin si gjyqtar, ajo shumë afer edhe 2 vite gjysë e kom, që s'kom një pas arsit tam. Dhe me thënë, nuk ka nga komunitetet Rom që e kanë kry atë provimin për jurisprudencë edhe që mund masënaj mu ankodru në sistemin gjyqësor. Po vjen këtë që duhet pa tjetër me përmand që i vetmi, po ashtu Rom, i cili qashtë që është në parlamentin e Kosovës, djalia Mergjan Galushi, i vetmi edhe e posedon qatë provimin e jurisprudencës. Mesazhi jam përfundimisht për këtë emision është me punë e arrit një kret. Nuk ka diskriminim kur punën në ju, nuk ka diskriminim kur dëshirën në ju një qëllim me arrit. Vetëm me punë edhe vetëm me punë.